Një video që ka bërë xhiron e rrjetit pas samitit tregonte se presidenti turk Erdogan duke shtrënguar dorën më shumë se ç'duhej me presidentin francez Macronin. Lëvizja është parë si tendencioze dhe lexuesit e shenjave thonë se Erdogani ka dashur të tregojë dominancën e tij kur i ka shtrënguar dorën me forcë Macronit. Çfarë sinjalesh diplomatike mund të përçojë ky veprim që ka bërë presidenti turk? Shiko, duam zdohem neve, Turqia është vendi 4 në botë për nga forca ushtarake, fuqia ushtarake. Dhe nuk e pyet shumë Macronin, por nga ana tjetër, patjetër që nuk i kanë mirë marrëdhëniet dhe situatat bashkë, për arsye se Macroni po për krah, po luan si ato qengjit e Janinës, kur themi neve, ose qengjit e Edi Ramës, që kishte në bulevard që kërcenin, që nga njëra në shkon edhe bën muhabet ashtu marrëveshje dhe bisedime me grekët, nga ana tjetër bën dhe me Moskën. Pra, Erdogani është burr serios në politikë dhe i ka treguar vendin këtij Macronit, këtij pederasti, se është pederast Macroni. Aq burr është ai burrec, ai kastravec sa që bajti mori gjyshen e tij grua. Pas ke një urrëtie të jashtëzakonshme ndaj komunitetit tjetër. Dëgjoj, për mua, unë nuk kam çfarë të bëj atyre. Se po të kisha në dorë, ata duhen qëruar në Shqipëria. Tikin të ven atje, të ven në Paris, të ven në Londër, të ven atje ku kanë origjinën. Shqiptari s'ka që ndonjëherë pederast, zonjush. S'ka shumë, po së fundmi janë shfaqur shumë me thënë drejtë. Jo, janë paguar nga Sorosi dhe nga falangat e Sorosi dhe vazhdojnë të paguen po nga ata. Me në krye Edi Ramën. Edi Rama i nxit dhe i organizon dhe i mbështet që të bëjnë dhe marshime, na bëjnë dhe kashillok. Pra, çdo të mësojnë fëmijëve tanë këta palaco, këta fundërina shoqërore njerëzore. Le të rikthehemi sërish te tema. Po ashtu nga Tirana, 4 liderat Zelenski, Macron, Starmer dhe Donald Tusk kanë telefonuar presidentin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Donald Trump, duke i kërkuar që ta ulë Rusinë në tryezën e paqes. Si mendoni se do të ndikojë kjo telefonat në raport me luftën me Ukrainën? Shiko, nuk e ka atë mundësi Zelenski që të detyrojë Shtetet e Bashkuara të Amerikës të ulen në bisedime, tavolin e bisedimeve me Rusinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë serioz dhe janë stacionar, janë fiks në punën e tyre, në politikën e tyre. Janë të qëndrueshëm, nuk lëvizin sa ndej këtej. Unë nuk presnoj një tavolin të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me Rusinë, për arsye sepse Rusia tani praktikisht e ka problemin më të madh me veten në radhë parë dhe me atë luftë të pa precedent, të pa logjikshme që u fut në Ukrainë dhe që nuk po del dot tani dhe Putini do me çdo kusht që të gjejë një mundësi, një rrugë dalje që të tërhiqet, si thua, të tërhiqet me faqe të bardhë, por fakti është pleksë shumë keq në Ukrainë.